Letra e parë e Pjetrit. Kapitulli 1. Adresim dhe përshëndetje. Pjetri, apostulli i Jezu Krishtit, besimtarve shtegtimtar të shpërndar në Pont, Galaci, Kapadoki, Azi dhe Bitini, të zgjedhurve në staje të provanisë së hyjit atë, me shenjtërimin e Shpirtit Shenjtë, për të dëgjuar Jezu Krishtin dhe për të pasur pjesë në stërpikjen e gjakut të tij. Paçi, hir dhe paqe me begati. Hyrje, trashëgimi i dhuruar nga Ati. Qoftë bekuar hyj, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rilindi me anë të mëshirës së vet të madhe, në saje të ngjalljes prej të vdekurisht të Jezu Krishtit, për shpresën jetësore, për trashëgim të pashkatrueshëm, të panjoll, e të pavyshkshëm që e ruajti për ju në qiell, për ju që jeni të ruajtur me fuqinë e hyjit në saje të fesë për shëlbim, që është gati të zbulohet në kohën e fundit. Dashuri dhe besnikëri ndaj Krishtit. Këndej gëzoheni edhe pse, në qoftë se duhet, për pak kohë, jeni të trishtuar për shkak të provave të ndryshme, që feja juaj e sprovuar, shumë më e çmueshme se ari i shkatrueshëm, që edhe ai sprovohet në zjarr, të fitoj lëvdat, nder dhe lavdi në ditën e zbulesës së Jezu Krishtit. Atë e doni edhe pse nuk e pat, në atë besoni edhe pse ende nuk e shihni, dhe galdoni me gëzim të patregueshëm dhe të lavdishëm, që ja arritët qëllimit të fesë suaj, shëlbimit të shpirtit. Zbulesa profetike që vjen prej shpirtit. Për këtë shëlbim, kanë vëzhguar dhe kanë shqyrtuar profetët, të cilët e paralajmëronin hirin e caktuar për ju. Shqyrtonin cila ishte koha dhe rrethanat që shënonte shpirti i Krishtit që ishte në ta, kur paralajmëronte mundimet që do t'i vuante Krishti dhe lavdit që do të vinin pas mundimeve. Atyre u që zbuluar se jo për ta, por për ju u treguan ato që tani juve u ungjillëzohen prej predikatarëve tuaj me anë të Shpirtit Shenjtë të dërguar prej qiellit, të cilat edhe engjëjt dëshirojnë t'i vëzhgojnë. Detyrat nga jeta e re. Thirrje për shenjtërinë. Prandaj, shpirtërisht të gatshëm, rini i zgjuar dhe ngulni tërë shpresën tuaj në hirin që ju sjell zbulesa e Jezu Krishtit. Por si fëmijë të dëgjueshëm, mos u përshtatni dëshirave të mëparshme, kur ishit në padijeni, por sikurse është shenjtë ai që ju ka thirrur, ashtu edhe ju jini të shenjtë në tërë jetën tuaj. Sepse shkruan: të jeni të shenjtë sikurse edhe vetë jam i shenjtë. Në qoftë pra, se ju e quani atë që pa krahambajtje gjykon gjithkënd sipas veprimeve të tija, kaloni kohën e shtektimit mbi tokë me frikën e Zotit. Dini e mirë, nuk keni qenë shpërblyer nga mënyra e zbrazët e jetës suaj të trashëguar nga etërit me ndonjë send të shkatrueshëm, argjend apo ar, por me gjak të paçmueshëm të Krishtit, qengjit të patëmet e të panjoll. Ai një mend ishte i caktuar që para krijimit të rruzullit, por u dëftua në këto kohët e fundit për arsye tuaj. Në saje të tij, ju besoni në hyjin që e ngjalli nga të vdekurit dhe i dha lavdi, kështu që feja juaj dhe shpresa të jenë në hyjin. Ripërtëritja me anë të fjalës. Pasi i pastruat shpirtrat tuaj në dëgjesën e të vërtetës për t'u dashur sinqerisht si vëllezër, doni njëri tjetrin me gjithë shpirt dhe me dashuri të vërtetë, sepse u rilindët jo me farë që prishet, por që nuk merr mort kurrë, me fjalën e hyjit të gjallë e të amshuar. Sepse të gjithë njerëzit janë si bari, dhe tërë lavdia e tyre por si lulja e fushës. Bari thahet e lulja vyshket, kurse fjala e Zotit mbetet në amshim. Tashti kjo fjalë është ungjilli që ju qesh shpallur.
Kapitulli 2. Flakni pra, larg jush, çdo lloj të keqeje, çdo tradhti dhe hipokrizi, smirë dhe shpifje. Por si foshnjë atë posa të lindura dëshironi qumshtin shpirtëror të pastër, që me anë të tij të rriteni në shëlbim, në qoftë se vërtet e keni sprovuar se Zoti është i mirë. Priftëria e re. Afrohuni atij, gurit të gjallë, një mend të përbuzur prej njerëzve, por të zgjedhur dhe të çmueshëm para hyjit, që edhe ju, si gur të gjallë, të ndërtoheni shtëpi shpirtërore, për të qenë me shtari e shenjtë për të kushtuar flish shpirtërore, që i pëlqejnë hyjit në për Jezu Krishtin. Këndej thuhet në shkrim shenjtë: Ja, po vë në Sion një gur këndi, të zgjedhur, të çmueshëm. Kush beson në të, jo, nuk do të mbetet i turpëruar. Për ju pra që besoni, nder, kurse për ata që nuk besojnë, gur që përbuzën ndërtuesit, dhe ai u bë guri këndit. Gur në të cilin zihet në thua, buz shkëmbi nga thyhet qafa. Ata zënë në thua sepse nuk e dëgjojnë predikimin e ungjillit, për çka edhe janë të caktuar. Por se ju jeni fisi zgjedhur, me shtari mbretërore, kombi shenjtë, popull që hyje fitoi për vete, për t'i shpallur veprat e madhërueshme të atij që ju thirri nga errësira në dritën e vet të mrekullueshme. Ju që dikur nuk ishit popull, e tani jeni populli i hyjit, ju që dikur ishit të përjashtuar nga mëshira, e që tani e keni fituar mëshirën. Detyrat e të krishterit kundrejt paganëve. Fort të dashur, ju lutem që si të huaj dhe si shtektar të ruheni lakmimeve të mishit dhe të gjakut, të cilat bëjnë luftë kundër shpirtit. Sjellja juaj midis paganëve të jetë shembullore, që shipër ato sende në të cilat ju shpifen si të ishit bakçi, kur t'i shohin veprat tuaja të mira, t'i japin lavdi hyjit në ditën e ardhjes së tij. Kundrejt autoriteteve. Nënshtrohuni çdo pushteti njerëzor për arsye të Zotit, qoftë mbretit, por si sundimtarit më të epër, qoftë edhe qeveritarve, si të dërguarve të tij, për të ndëshkuar bakçit e për të lavdëruar ata që bëjnë mirë. Sepse ky është vullneti i hyjit, duke bërë mirë t'ia mbyllni gojen pa dije së njerëzve të pamend, por si njerëz të lirë, por jo si ata që lirinë e kanë por si mbulesë të veprave të këqija, por si shërbëtor të hyjit, nderoni gjithkënd, doni vllazërinë, doni hyjin, nderoni mbretin. Kundrejt zotërinjve, gjurmët të Krishtit. Shërbëtor, nënshtrohuni me plot frikë zotërinjve tuaj, jo vetëm të mirëve të budve, por edhe të mprapshtëve. Sepse vërtetisht është hir kur ndokush për shkak të ndërgjegjes, për dashuri të hyjit pëson vështirësi duke vuajtur padrejtësisht. Por çfarë lumturie veç, në qoftë se të ndëshkuar pse mëkatuat, jeni të durueshëm? Por se është krejtësisht ndryshe, nëse duke bërë mirë pësoni dhe me duresi mbartni të vështirat. Kjo është hir para hyjit. Për një mend, për këtë edhe qetë thirrur, sepse edhe Krishti pësoi për ju, duke ju lënë shembullin, që edhe ju t'i ndiqni gjurmat e tija. Ai që mëkat nuk bëri, dhe në buzët e tija nuk u gjet gënjim. Ai që i fyer, nuk hakmerrej me fyerje, dhe i salvuar nuk kërcënohej, por ja lëshonte çështjen e vet atij që gjykon me drejtësi. Ai në trupin e vet i mori mbi drurin e kryqit mëkatet tona, që të vdekur për mëkate, të jetojmë për drejtësi, me vërragët e të cilit jeni shëruar. Ishit po, si delet e tretura, por tani u kthyet te bariu e rojsi i shpirtrave tuaj.
Kapitulli 3. Në martesë. Gjithashtu edhe ju, gra, dëgjoni burrat tuaj në mënyrë që, nëse ndoshta disa nuk e dëgjojnë fjalën e ungjillit, të mund të fitohen pa nevojën e fjalës me anë të sjelljes së mirë të grave të veta, duke vërejtur sjelljen tuaj të pastër e të ndershme. Stolia juaj të mos jetë e jashtme, flokë të gërshetuar, stolisje me ar, veshje petkash luksi, por mundoheni të stolisni zemrën me shpirt bukurie të pakalueshme, të butet e ëmbël, që është e çmueshme para hyjit. Sepse kështu dikur u stolisën gratë e shenjta që shpresonin në hyjin. Ato i dëgjonin burrat e vet. Sara, aq ju bind Abrahamit sa që e quante zotëri. Jini bijat e saja në qoftë se veproni mirë, pa u trazuar nga asnjë frikë. Kështu, edhe ju burra, bashkëjetoni në mënyrë të njerëzishme me gratë tuaja, duke pasur parasysh natyrën më delikate të femrës. Kini nderim për to, sepse edhe ato bashkë me ju do ta trashëgojnë hirin e jetës, në mënyrë që të mos pengohen uratat tuaja. Me vëllezërit. Më në fund, jeni të gjithë një mendimi, të dhimbshëm, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm, të përvujt. Mos e ktheni të keqen me të keqe as fyerjen me fyerje, por përkundrazi, bekoni, sepse për këtë edhe u grishët, që të trashëgoni bekimin. E një mend, kush do ta doj jetën dhe të shoh ditë të mira, le ta ruaj gjuhën nga e keqja dhe buzët nga fjalët gënyese. Ti ik të keqes se të bëj të mirën, ta kërkoj paqen e të shkoj mbas saj, sepse sytë e Zotit priren mbi të drejtët dhe veshët e tij dëgjojnë me vëmendje lutjet e tyre, kurse fytyra e Zotit sidhet kundër atyre që bëjnë të keqen. Në salvimet. Kush do t'ju bëj keq nëse do t'jeni të zellshëm të bëni të mirën? Por, edhe nëse ndoshta do t'ju duhet të vuani për shkak të drejtësisë, të lumët ju. Frikësimin e tyre as pak mos e droni, as mos u trazoni, veçse adhuroni me shenjtëri në zemrat tuaja Krishtin Zot. Jini gjithmonë të gatshëm t'i jepni përgjigje gjithë secilit që prej jush kërkon arsyen e shpresës që është në ju, por me butësi dhe nderim të duhur, me ndërgjegje të mirë, në mënyrë që ata që flasin keq për jetën tuaj në Krishtin, shihin atë pikë në të cilën juve ju shpifën, të mbesin të turpëruar. Për një mend është më mirë të hiqni keq, nëse është vullnesa e hyjit, duke bërë mirë se duke bërë keq. Ringjallja dhe zbritja në ferr. E një mend, edhe Krishti njëherë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të padrejtët që t'ju shpihen të hyji, një mend i vrarë në trup, por ringjallur me anë të shpirtit. Në të edhe shkoi t'u predikoj shpirtrave në burg, që nuk u bindën dikur, kur duresa e hyjit priste gjatë në kohën e Noehit, ndërsa po ndërtohej arka, në të cilën pak vetë, vetëm 8 frymë shpëtuan me ujë. Ky ujë shëmbëlles e pagëzimit që tani ju shëlbon. Ky nuk është pastrim ndyrësie të trupit, por urat e drejtuar hyjit për ndërgjegje të pastër në përngjalljen e Jezu Krishtit, që i ngritur në qiell, rrin në të djathtën e hyjit, pasi i nënshtroi engjëjt, pushtetet dhe fuqitë. Kapitulli 4. Ndarja nga mëkati. Këndej, pasi Krishti pësoi në trup, edhe ju armatosuni me të njëjtën bindje. Kush ka vuajtur në trup është ndarë plotësisht nga mëkati, që ta kaloni këtë pjesë të jetës toksore që ju mbetet, jo më simbas parimeve të prirjeve njerëzore, por simbas vullnetit të hyjit. Sepse është mjaft që në kohën e shkuar e kryet vullnetin e paganëve, duke jetuar në frikështi,
në dëshirime të prujta, në zdërhadhje, në pije, në punë të pahishme, në adhurim të palejueshëm të idhujve. Prandaj ata edhe çuditen për ju pse nuk vraponi bashkë me ta në të njëjtin det poshtërësish dhe flasin keq për ju. Ata do t'i japin llogari atij që është gati të gjykojë të gjallët e të vdekurit. Për këtë arsye u predikua ungjilli edhe atyre që vdiqën, që të gjykohen sipas njerëzve në trup e të jetojnë sipas hyjit në shpirt. Në pritjen e paruzisë. Për çdo gjë u afrua mbarimi. Zgjohuni pra, dhe jini të përkorm që t'i kushtoheni uratës. Para të gjithash, kini dashuri të vazhdueshme për njëri tjetrin, sepse dashuria mbulon një shumicë mëkatesh. Jini mikpritës pa murmurime kundrejt shoqit, shërbeni njëri tjetrit, secili sipas dhuratës që keni marrë, si mbarshtues të mirë të hirit të shumëllojshëm të hyjit. Kush flet, le të flasë për të shpallur fjalën e hyjit. Nëse ndo kush ka dhuratën e shërimit, le ta bëj me fuqi që i jep hyji, që në gjithçka t'i jepet lavdi hyjit në Jezu Krishtin, të cilit i qoftë lavdje pushtet në shekuj të shekujve. Amen. Të lumtë ata që vuajnë me Krishtin. Fort të dashur, mos ju çuditni zjarrit të salvimit që është ndezur në mesin tuaj për t'ju vënë në provë. Thua se po ju ndodh diçka e jashtëzakonshme, por përkundrazi, gëzohuni si pjesëtar të mundimeve të Krishtit, që edhe në ditën e zbulesës së lavdisë së tij të mund të galdoni me hare. Të lumët ju, në qoftë se ju fyen për shkak të emrit të Krishtit, sepse shpirti i lavdisë, i hyjit, pushon në ju. Por vinjani mendjen që asnjë ndër ju të mos vuaj ose si vrastar, ose si vjedhës, ose si bakeq, ose dhe vetëm si njeri që përzihet në punë të huaja. Por, nëse vuan si i krishterë, kurse si të mos ketë turp, por ta lavdëroj hyjin për shkak të këtij emri. Sepse arriti dita të filloj gjyqi nga shtëpia e hyjit. E nëse më së pari fillon prej nesh, po si do t'jetë atëherë mbarimi atyre që nuk i binden ungjillit të hyjit? Në qoftë se i drejti mezi shëlbohet, po çka do të ndodhë me të mprapshtin e me mëkatarin? Këndej edhe ata që pësojnë sipas vullnetit të hyjit me vepra të mira, le t'ja porosisin shpirtrat e vet krijuesit besnik. Kapitulli 5. Vërejtje e prorëve. E prorëve pra që janë ndër ju, u sjell vërejtje unë, e prorë edhe vetë bashkë me ta dhe dëshmitari mundimeve të Krishtit, edhe pjesëtari lavdisë që do të zbulohet. Ruani grigjën e hyjit që ju është lënë në kujdes, mbikëqyrje jo për dhunë, por vullnetarisht si do hyji, jo për hir të fitesës së dytë, por me shpirt gatishmërie, jo si zotërues mbi ata që ju janë besuar, por si shembull i grigjës. E kur të shfaqet kryebariu, do ta merrni kurorën e lavdisë, që kurrë nuk vyshket. Besimtarve. Gjithashtu, edhe ju të rinjt, dëgjoni e prorët, dhe të gjithë së bashku në marrëdhënie njëri me tjetrin, vishuni me përvujtëri, sepse hyji u kundërshton madhështorëve, kurse të përvujtve u jep hirin. Përkuluni pra nën të pushtetshëm dorën e hyjit, që në kohën e duhur t'ju lartësoj. Lëshoni në dorën e tij të gjitha kujdeset tuaja, sepse ai kujdeset për ju. Jini të përkorm dhe rini zgjuar. Armiku juaj, djalli, por si luan ulëritës, endet këndej dhe andej duke kërkuar këtë përpi, të fort në fe, kundërshtoni duke e ditur se po të njëjtat vuajtje, i pësojnë vëllezërit tuaj në fe të shpërndar në përbot. Hyji, burimi i çdo hiri, i cili ju grishi në lumturinë e vet të mësuar në Jezu Krishtin. Ai, mbasi të vuani për pak kohë,
do t'ju përsos, do t'ju përforcoj, do t'ju jap fuqi dhe do t'ju bëj të patranshëm. Ai sundoft në shekuj të shekujve. Amen. Përshëndetje. Po ju shkruaj shkurtimisht me ndihmën e Silvanit, të cilin e çmoj vëlla besnik, që t'ju përkujtoj dhe t'ju dëshmoj se ky është hiri i vërtet i hyjit. Qëndroni në të. Ju bën të fala kisha e të zgjedhurve që është në Babiloni, si edhe i mbir, Marku. Përshëndetni njëri tjetrin me puthje vllazërore. Paqja me të gjithë ju që jeni në Krishtin.